Djali ma tashmë është çdo gjë të kuptu, edhe pse kom insistu që me najt larg këtyre zhvillimeve. Sepse ndoshta edhe nuk folni me Jo, ai si fëmijë ka dëgjuar sepse mira po keq nuk e di, po shpesh si fëmijë kur me shok miq bashkëluftëtar kemi bën biseda, kemi bën sidomos djali i madh aty. Ai domthon ka qenë prezent dhe shpesh më ka ndodhen për shembull kur kom këty në shtëpi ai më tregu ku shon Femilla Droci, se kish pa dokumentarin. Për shembull në moshën 7-8 vjeçare, 10 vjeçare atëherë, me shku në shtëpi edhe ai me mprit mua me kallëzue luftën e Ramush Haradinajt. Domthon për shembull me kallëzue kush është Abeja, kush është Remzia Demaj, domthon përmes dokumentarëve dhe ai orritën këtë frymë. Ka përmbush besoj. Ishte më larg se mbrom, domethënë ishte pjesë e një debatit se tashmë 23 vjet, unë moshën e tij e kom sulmu stacionin e policisë në Prizren, policisë serbe, kuptohet. Domethënë ishte pjesë e një debati që ai nuk po mundet me marrë me mend nga ajo që ka dëgjuar, ka lexuar, ka pa, domethënë si ka mundësi me ardhë, domethënë që ky vend me gjithë këto sakrifica të shumë gjeneratave me ardhë në këtë situatë, domethënë që ky vend mu komandue nga një minoritare greke. Këto nuk ja kap trunin edhe pse I ka 23 vjet tashmë. Unë në moshën 13 vjeçare jem përjashtu për shkollës si armik I vllazim bashkimit për shkak parollave. Në moshën 15 vjeçare unë jam maltretuar nga një milicë I Serbisë me emrin Akif prej Vushtërisë deri në atë shkallës sa që odeshtën prej zhurit deri në Billush me mçue, domethënë për krije me kerr, domethënë. Mirë po unë prapë mendoj se ne kemi qenë në gjenerata që kemi pas atë fat, dhe unë kur s'kum dëshirue që pas luftës të kemi domethënë gjenerata që domethënë do t'ju përsëritet historia. Me ne keq ka ke, ne vujtëm apo nuk vujtëm e krytëm, po këtë këta kemi bon që të tjerët me gëzue. Edhe kështu që është shumë njerëzore për mu, për ty edhe gjithë ata që na përcjellin që mos mu pajtue me fatin aktual të Kosovës. Situata nga më ndryshme, të fëmija duke u rritë edhe të përmbushin Zafo me atë pjesë të... Unë një amanet e kanë edhe privat, për edhe publik, të them, domethënë synimi shqiptarëve është bashkimi, amanet çamërin dhe tokat shqiptare. Është një artikulim I qëndrueshëm tepër patriotik I lëvizjes. Ama unë nuk përthamën për në mush mane se qim të lyp vota. Unë nuk jem Albin Kurti me rajt, me thonë jem për bashkim kombëtar e mos me vizitu Shqipërinë e pushimet mi kalu në Greqi e me shkue në jug atje çamve mi u thonën ati gjenocidi grek e me Papandreun me najtën I cili ka qenë probatimi Miloševićit gjatë bombardimit të NATO-s në Kosovë. Unë nuk jem ai I cili them jem kundër zajednicës e ku të vinë në pushtet jo jap autonominë territoriale me marrëveshje të Ohrit. Prandaj këtu është dallimi, sepse unë pi dëgjoj domethënë në sulmet që pi buan times. Domethënë cila ka qenë kauza se ata me demek po s'kan pas kauzë kjo s'ka. Kjo kauza times është me mbrojt shtetin e Kosovës nga mbeturinat e Serbisë. Ndërsa ata që po thonë kanë pas kauzë kundër zajednicës, ata vërtet janë konë kundër zajednicës me fjalë, pa ata ja kanë nënshkruar marrëveshjen e Ohrit, domethënë autonominë territoriale politike e Serbisë. Ata kanë miratuar ligj ku I mundsohet gjys milion serbëve që në kohën e Rankovićit me pas shtetësinë e Kosovës. Kjo s'ka qenë kauza e Albulena Agjiut që ka gjujt gaz losjellës glau konjusës Gjelal Sveçlës. Kjo është poshtërsia ma madhe mashtruese që e kanë bë, që për fat keq një pjesë e madhe e njerëzve domethënë I kanë hongër si karrim domethënë këtë politikë të poshtër dhe mashtruese. Në fund fare prap duhet dialogu.
si instrument që nuk kompenzohet me asnjë gjë tjetër, Berisha. Historikisht, historia Pra një... dialogu midis Jo njerëzve rrethonat politike të krijuar në Kosovë, po edhe luftat më të dialogu, po ashpra. e kam fjalën për politikën e brendshme. Edhe luftat më të ashpra ku ka ndodhur gjatë historisë në fund janë zgjidhur në tavolinë. Natyrisht. Albini nuk është i interesuar me zgjedhje. Jo, keni pasi lun me LDK-n. Edhe me thënë drejtën aty nuk ose që e ka pas shumë gabim, sepse u thash, Vjosa edhe Lumiri ish nuk janë më të mirë se janë i njëjti rasad, për ndryshe, për fatin e keq, të një pjesë e opozitës, konkretisht të PDK-ja, nuk kam jetë njerëz që kanë shumë ide përveç do vjershave të bukura që pi recitojnë para shkallëve të Albinit aty para qeverisë. Nuk ka njerëz larg papës. Nuk po ta mushin menën që po gajlohen për një me kundër Albikut. Çfarë të gajlohen? Ata hajtë me bon se për mos me kritikua opinioni, po dalim në sikur po bëjmë veprime, po bësh ai gara aty. Aty ka jetë mesin e tyne që udhëheq grupi njerëz cilët gjatë luftës kanë thonë nëse fiton UÇK-ja shkoj azil në Beograd aty. Tash aty do të më konë korrekt, thot një fjalë popullore. Arrim shtramat e folim drejt. Po si do që t'jetë është ky realitet që është dhe unë po shpresoj shumë, domethënë që ky do të ndryshon pas pak ditëve. Sigurisht prap mendimën e miqve ndërkombëtarë të amerikanëve, se për ndryshe domethënë situata mundet me eskalu edhe më shumë.